Jozi shkon në Kosovë dhe provokon gjestin. Çfarë do të ndodh pas incidentit? Jozi Marku ka rikthyer llogarinë e tij në Instagram pas disa ditësh mungesë, pas incidentit të bujshëm gjatë Big Brother VIP, ku sulmoi fizikisht gjestin. Pas këtij akti të papritur, që shkaktoi val kritikash, Jozi ka zgjedhur të shfaqet në një lokacion simbolik. Kompleksi memorial i familjes Jashari në Prekaz, në Kosovë. Në foto, Jozi mban një plis të bardhë, i cili është i stampuar me shqiponjën dykrenare, një simbol i fortë i identitetit kombëtar shqiptar. Ky veprim i tij duket se ka një mesazh të fortë, ndërkohë që fansat po interpretojnë si një provokim ndaj gjestit, pasi ai po përpiqet të rikthejë vëmendje me një simbolik të fuqishme, pas polemikave të fundit. Do të arrijë ky gjest të kapërcejë gjithë reagimet që ka shkaktuar, ose është kjo vetëm një mundësi për të rimarrë imazhin pas incidentit? Veprimi i tij po shihet si një provokim ndaj gjestit, duke tentuar të kthejë vëmendje nga incidenti i fundit dhe të sjellë një mesazh tjetër, të fortë dhe të simbolikës kombëtare.